Para pak ditësh ka ndodhur një ngjarje e rëndë në Fier kur janë goditur oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit. Ju si e keni parë këtë ngjarje? Apo shikoni nga ana tjetër se krimi është duke ngritur kokë ndaj sistemit të ri të drejtësisë, apo kjo është një ngjarje e izoluar? Për aq kohë, më dëgjoni me vëmendje. Për aq kohë sa struktura e posaçme antikorrupsion dhe gjykata e kundër krimit të organizuar nuk do marrë Sali Berishën të arrestuar, krimi do vazhdoj të funksionoj, do vazhdoj të vrasi, do vazhdoj të terrorizoj. Por, dëgjoj zotëri, në Shtetet e Bashkuara po preke policin dënohesh dhe me vdekje, dhe me karrige elektrike. Ndërsa këtu sulmohen oficerët e BKH-s dhe askush nuk lëviz. I kanë arrestuar, do t'i mbajnë 5 ditë, do t'i lëshojnë prapë, sepse janë marrëveshje të mëdhenj. Pra Spaku ka rënë në urdhrat e Edi Ramës, në urdhrat e politikës, dhe këtë gjë e deklaroi dhe vetë Altin Dumani që ta kemi presion politik. Ka që thjeshtë. Tani, nëse është kështu, atëherë është pikërisht ajo që kam thënë dhe po e vërtetojnë jeta ditë për ditë që në Shqipëri po qeverisin komunistët e Enver Hoxhës edhe pasardhësit e tyre. Një prej cilëve është Fatmir Xhafa që e kishin ministër të brendshëm edhe që është akoma vjen në fushat. Ç'a kërkojnë këta? Ndërsa lidhur me atë që kanë probleme të brendshme, patjetër në politik, kur ulen në tepsi, secili përpiqet që të hajë copën më të madhe, llokmet më të madhe. Dhe për atë do të thënë, por në fund bien dakord sepse i bashkon një gjë, i bashkon një interes që janë të lidhur me njëri tjetrin dhe i bashkon dhe që i kanë komprometuar me mënyra nga më të ndryshme, qoftë me lek, qoftë me krime. Pra në fund do merren vesh ata, gjithmonë kanë pasur sherrë dhe luftë brendalloj, duke filluar që në 42-shin, 43-shin kur vranë 42-shin që vranë që malstafën e pasardhësit të tjerë, saga përfundoi me Meçeu dhe sot e kësaj dite atë punë bëjnë. Luftë politike është, lufta brendallojit është më e egër. Po unë them inshallah hëmshin shoshojqin. Zoti Islami, pse s'pak ka rënë në qetësi përgjatë kësaj fushate elektorale, duke qenë se ishin paralajmëruar arrestime të mëdha, apo do të merret vetëm me krimet zgjedhore përgjatë këtyre muajve? Unë nuk merrem me faktin e paralajmërimeve, por unë di që Spaku t'i bëhet një presion jashtëzakonshëm politik. Dhe ata janë kërcënuar, patjetër që janë kërcënuar, sepse s'kan asnjë arsye që të mos vazhdojnë të arrestojnë ato që kanë thënë. Personat që janë të komprometuara, personat që kanë vjedhur, personat që kanë bërë krime, personat që kanë qeverisur kaq vjet e janë bërë miliarderë, milionerë, miliarderë, e kanë gozhduar Spakun. Nuk është më Spak që u nis. Tani është një Spak që flëgjum, që e kanë thënë po fole, do ikësh, kaq e thjeshtë. Si mendoni, çfarë do të ndodh me Spakun kur të largohet nga drejtimi i këtij institucioni Altin Dumani? Do vazhdoj po ajo situatë, po ajo gjendje. Do vënë një detyrë ata, nuk diskutohet. Zotëri, me që jemi të Spaku dhe me që jemi të drejtësia. Kam derin t'ju them që qysh para 12 vjetësh, kur hap për herë të parë çështja e reformës në drejtësi, kam thënë kështu. Nëse duan në Shqipëri të bëjnë reformë drejtësi, reforma nuk duhet bërë me këta gjyqtarë dhe prokurorë dhe juristë dhe avokatë që ka sot Shqipëria. Në krye të drejtësisë shqiptare dhe të gjykatave shqiptare duhet vinë diplomantë që kanë studiuar dhe kanë mbaruar fakultetet juridike jashtë Shqipërisë, të papërzier me veprimtarinë e juristëve shqiptarë këtu në Shqipëri, sepse juristët shqiptarë këtu i dim se si janë. Këtë gjë nuk e bën, sepse nuk e lëshojnë pushtetin dhe t'jeni sigurt dhe prapë, dhe kështu do ndodh, nuk e lëshojnë pushtetin atë drejtësinë nga duart. Në drejtësi do mbajnë njerëzit e tyre, i kanë kërbaç për të goditur ata që nuk shkojnë pas. Ekspertë amerikanë, por edhe mediat amerikane shkruajnë se nëse kryeministri Edi Rama fiton zgjedhjet në Shqipëri,
Vendi do të kalojë nga demokracia në diktaturë dhe do të marrë shembullin e Erdoganit. A mendoni se mund të ndodhë një gjë e tillë dhe a mund të krahasohet Edi Rama me Erdoganin? Ajo ka ndodhur, ajo po ndodh, atë kemi përditje, po e përjetojmë përdit. Ku janë ata zotërinj të ekspertë amerikanë që nuk dalën të flasën popullit shqiptar, po flasën nga kullat e fildishta? Hajdeni këtu zotërinj eksperimente dhe thua janë Edi Ramës të sy. Hajdeni këtu dhe urdhrojeni SPAK-un se ju e keni krijuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e krijuan dhe financojnë SPAK-un. Të vinë aty të thonë SPAK-un, hajde këtu di zotërinj pse të paguajmë ty Altin Dumanit, paguajmë që të na bësh konferenca apo të paguajmë që zbatojsh ligjin. Kështu që edhe ata për mua thjesht bëjnë detyrën, flasin, por nuk veprojnë. Kur pritet të veprojnë amerikanët? Nuk e di, e din ata. Unë nuk pres gjë. A mendoni se mund të ketë një lëvizje konkrete të amerikanëve pas 11 majit? Nuk e di. Nuk di çfarë mund ndodh. Ndërkohë Fox News shkruan se këto zgjedhje janë një përballje midis njerëzve të Sorosit dhe atyre të Donald Trumpit. Sa e vërtetë është një gjë e tillë? Dua ta besoj. Dua ta besoj. Pra, nuk e di sa e vërtetë është. Pra me pak fjalë Edi Rama përfaqëson njerëzit e Sorosit dhe Berisha njerëzit e Trumpit. Jo, të Sorosit janë të dy. Të dy palët të Sorosit janë. Sorosi në Shqipëri e ka sjell Berisha, mos këshet pas gishtit. Por Sorosi gjeti teren tek partia e punës e Shqipërisë, tek pasardhës e saj, tek vazhduesit besnik të vizë partisë, që janë dhe sot e kësaj dite Edi Rama me gjithë ekipin e tij, dhe kuptohet që janë të tërë me Sorosin. Këtu nga politika e Sorosit nuk është e gjur një presje. U arrestua një Ermelia dhe një Ilir Meta edhe çfarë u mbash mali e polli 1000. O zotëri, ty po të tallë Sali Berisha po të bën kashillok ditë për ditë, po të tallë. Dhe miru a bën. Dhe miru a bën e lumt Sali Berishës. U a bën paq fare. E meritojnë të a bëj ashtu. Sepse Sali Berisha po u thot troç fare, pa gojë, u thot që po u ambajti hajde më arrestoni. Ja, ky është qëndrimi i Sali Berishës. A mendoni se Partia Demokratike mund të veprojë me amerikanët përmes Kris Lasividës nëse humbet zgjedhjet kundër Edi Ramës? Absolutisht, Kris Lasivita është një hiç. Kris Lasivita është një ordiner që deklaroi vetë që tha unë jam privat, si privat që është mund bëj çfarë doj, nuk është përfaqësues shtetit zotëri. Mos i vishni ato atribute që nuk i ka Lasivita. Lasivita është një privat që vjen ha drejt e shqiptarëve, ha lek të shqiptarëve, edhe kërcet e ikën, ndërsa në Amerikë shkoni pyesi se kush është Lasivita në Amerikë.